Nëse doni dhëmbë të bardhës si bora, provoni këtë recetë dhe do na falenderoni. Shumë prej jush ndoshta nuk e din faktin se shëndeti oral ka ndikim në shëndetin tuaj të plot. Prandaj, kjo pastë që ne do t'ju tregojmë në këtë video do t'ju ndihmoj që të keni dhëmbë të bardhë dhe njëkohësisht të ruani edhe shëndetin e dhëmbëve tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle vaj kokosi, 1 deri në 2 pika vaj esencial menteje, 1 lugë çaj turmerik pluhur. Përzieni të gjithë përbërësit me 1 lugë në 1 tas derisa të krijohet një masë homogjene. Masën më pas futeni në një kavanos qelçi dhe ruajini në frigorifer. Më pas përdoreni këtë masë pothuajse çdo ditë në vend të pastës së zakonshme dhe rezultatet do të shfaqen që pas ditës së parë.